Hoxh, në hutbe ki cik, vdekja dhe kamatën e ki cik. E ki bo një ndërlidhe, o ti që ka punon me kamat, është interesant, kjo është kishtuse. Jam mundu në atë pjesë të hutbes me përmend disa mëkate të mëdha, që më herët nuk kanë qenë të pranishme në mënyrë masovike, e fatkeqësisht në kohën e fundit janë normalizuar disi ato, nuk mund të bëhen normal asnjëherë në këndvështrimin ton fetar islam, po njerëzit kanë herë kur u humb devotshmëria, u dobësohet fetaria, ka lejthitjen edhe ke shkuptim në këtë çështje, do thotë juridike islame, fillojnë me u liru, edhe me pas qasje ma liberale kashi këtyre harameve të mëdha. Në këtë rast e përmena kamatën për shkak se sipas informatave që na vijnë, ndëgjojmë që ka besimtar, ka tregtar musliman që falen, që llogarisin veten që janë fetar, i japin vetes të drejtë që ta përlyjnë, që ta njollosin pasurinë e tyre që kanë fituar me djers, me mund, me angazhim, me lodhje, ta përlyjnë, ta përllomin me një pasuri që është gjithsesi është haram edhe e pabereshmshme, ajo është kamata dhe kredit me kamat. Dhe kam deshur më thonë atyme se zakonisht njeriu kur hin këtë lojë e ka një lloj rezerve dhe thotë unë u detyrova me hin kredit me kamat për me zhvillu biznesin tem, mirë po në momentin e parë që unë dal pi krize edhe forcona, kam me kthy borxhin, kam me la kamatën edhe mo, kam me vazhdu punën normal. I them ti kush të garanton që ti ke jetuar edhe 5 vjet edhe 10 vjet që me la kreditin edhe ti pastaj me punu pa kredit, me konë një pasër, do të nuk i garancë. Ndaj, pse ti mendon me zhvillu biznesin tani, me bo pi 1 milion, me bo 10 milion, kur edhe ato 1 milion ty të mjaftojnë, nuk është kjo thirrje për mos me punu, për kumazit na do thotë i nxisim tregtar ton, biznesmenët ton që të zhvillojnë bizneset e veta dhe të zgjerojnë hapësirën e veprimit vet, mirë po jo në llogarit fesë tyre, jo në llogarit të ahiretit tyre. Kjo është mesazhi. Se feja dhe ahireti janë më shtrenjta se këtë bota dhe çka kanë te. Jo ai milion ose ai qindra mish euro që ti ke me marrë si kredi i bankës. Andaj këshilla ka qenë, tentativa ka qenë me këshillu besimtarët o vëllezër, mos e përlyeni pasurinë tuaj që keni fituar me djers, me mund, me angazhim që keni halal 100% me pasuri haram. E dyta, o vëllezër, mos mendoni gjatë se ku me ditë a keni me mri me gëzu suksesin e këtij projekti që ke përzir me haram. E treta, ku me ditë a mrinti me kthy atë kredit e me shku te Allahu me një haram të madh. E Allah i madhreshëm, kur flet për kamatën konkretisht, halallahu al-bay wa harrama ar-riba, Allahu e ka llogarit halal shitblerën dhe e ka ndaluar kategorikisht e ka bu haram kamatën. Dhe Allahu i madhreshëm jep bereqet shitblerës halal, wa yuhmik Allahu ar-riba, dhe Allahu e humb, e shkatron suksesin dhe bereqetin e pasurisë që është e përzirë me kamat. Dhe për këtë arsye na kemi dëshirë që pasuria e besimtarëve tonë, e tregtarëve tonë të jetë e pastër. Halal, që llogaria e tyre para Allahut për to të jetë e lehtë, e para, e dyta, që ajo pasuri të jetë shnet dhe bereqet për ta, dhe të jetë i dobishëm në dunjë në ahiret, e mos bëhet shkak që ajo pasuri që ata të kenë strese, që të kenë shqetësime, të kenë dobësim të shëndetit e kështu me radhë. Sepse na kemi fakte historike, shembuj të shumë biznesmenëve që e kanë thyer atë kufinin e haramit dhe halalit në bizneset e veta dhe pastaj u ka reflektuar kjo në shëndetin e tyre, edhe atë psiqik edhe atë fizik. Apo në mirëqenien familjare, u ka prish rahatia në shtëpi. Edhe ne themi çka tu desht? Çka tu desht? Nuk beson ti se Allahu është i gjithdijshëm, edhe Allahu mas mirë i pikejt neve i din rrethonat, edhe mendon që rastisht Allah e ka bo haram kamatën, e ka bo halal tregtin.